Ka nisur edhe kjo javë me zhurmën e radhës për atë që po quhet sherrri i aeroportit të Vlorës, përplasja ndërmjet Bexhet Pacollit dhe partnerit të tij Valon Ademi, lidhur me ndarjen e paketës aksionare. Me kërkesën e njërës palë ka nisur edhe një hetim nga prokuroria për mashtrim, i cili pritet të zgjasë deri në formalizimin e plot të aeroportit të ri. Në pamje të parë të duket si një konflikt tipik aksionerësh, por gjithçka ka më shumë aromë politike se sa tregtare. Një mosmarrëveshje e tillë mund të zgjidhej lehtësisht nga gjykata përmes dokumenteve zyrtare e kontraktuale, pa u kthyer në spektakël publik. Kjo zhurmë, që po amplifikohet nga media të afërta me pushtetin, duket e qëllimshme. Ajo synon të tërheqë vëmendjen nga një skenë tjetër shumë e madhe financiare dhe korruptive, që lidhet me vetë projektin e aeroportit të Vlorës. Sipas burimeve të brendshme, nuk kemi të bëjmë me një grindje mes biznesmenësh, por me një manovër të Edi Ramës për të mbajtur larg opinionin publik dhe institucionet ndërkombëtare nga burimet e financimit të aeroportit. Në të gjitha projektet PPP, përfshirë këtë të aeroportit, konsorciumet fituese janë struktura të ndërlikuara financiare që nuk kanë lidhje direkte me kompanitë bazë të sipërmarrësve. Ato janë kompani guac, të krijuara qëllimisht për të mbajtur në errësirë origjinën e kapitalit dhe për të pasur hapësira ligjore për pastrimin e parave. Kjo është një formulë që Rama e ka përdorur sistematikisht. Investitori shfaqet si figurë publike, por pas tij qëndron një rrjet ndërkombëtar kompanish offshore që injektojnë kapital të dyshimt, për cilin më vonë shteti shqiptar garanton pagesa përmes buxhetit. E njëjta gjë ka ndodhur me PPP-të e shëndetësisë, ku fituesi rezulton kompani detergjentësh, apo me kontratat e infrastrukturës, ku fondet qarkullojnë në mënyrë të paqartë dhe më pas kthehen si para publike. Aeroporti i Vlorës është vetëm varianti më i sofistikuar i kësaj skeme. Konsorciumi që e ndërton dhe do ta menaxhojë më pas aeroportin përbëhet nga kompani që kanë operuar në vende me risk të lartë si Bengazi, Kenya, Kazakistan, Rusia e Putinit, por kurrë në vende të Bashkimit Evropian, ku kontrolli financiar është i rreptë dhe transparenca e detyrueshme. Këta sipërmarrës, përfshirë Pacollin dhe partnerët e tij, kanë histori të gjatë investimesh në vende ku ligji nuk është pengesë dhe ku marrëveshjet nën tavolinë janë normë. Pikërisht për këtë arsye, asnjë prej tyre nuk ka fituar ndonjëherë një garë publike në perëndim. Në këtë situatë, ndërhyrja e prokurorisë shqiptare duket më shumë si një lojë pasqyrash e Edi Ramës për t'i paraprirë një hetimi të mundshëm të Bashkimit Evropian apo NATO-s mbi burimet e financimit të aeroportit. Me këtë lëvizje, Rama synon të krijojë përshtypjen se shteti shqiptar po heton vetë për t'u treguar partnerëve se çdo dyshim është zbardhur. Në të vërtetë ai po kërkon të mbyllë aferën me dokumente të prodhuara në zyrat e prokurorisë për t'i dorëzuar më pas si provë legjitime përballë institucioneve ndërkombëtare që po e ndjekin këtë çështje me vëmendje. Duhet theksuar se një aeroport nuk është një projekt i zakonshëm ndërtimi, por një strukturë strategjike kombëtare që në rast emergjencash përdoret edhe për qëllime ushtarake. Prandaj çdo burim financiar që hyn në këtë projekt monitorohet nga agjencitë e sigurisë të vendeve të NATO-s. Ato tashmë kanë bërë verifikimet e tyre, ndërsa kompanitë serioze si aeroporti i Mynihut apo grupet ndërkombëtare të menaxhimit të aeroporteve janë të rrequr qëllimisht për të mos u njollosur me këtë aferë. Në këtë kontekst, sherrri mes Pacollit dhe Ademit është thjesht një tymues i vogël mbi një aferë shumë më të madhe, që lidhet me mënyrën se si fondet e pista qarkullojnë përmes projekteve strategjike të qeverisë shqiptare dhe si gjithmonë, pas çdo zhurme publike, qëndron e njëjta frikë vjetër e Edi Ramës. Frika se auditët e Bashkimit Evropian dhe NATO-s do të kërkojnë letrat origjinale të fondeve dhe se do të zbulojnë se shumë prej tyre vijnë të ndotura.